Emisioni 05 nga banorët e kësaj lagje mëson se këto grupa, realisht kjo pak metra janë të pa asfaltuara tash e 2 vite. Përshëndetje me emisioni 05, në ditën e sotme jam në rrugën Cendu Golli. Jam këtu pas kërkesave të qytetarëve farisejas që kemi pranuar në rrjetet tona sociale. Jam pranë rrugës Arsim Rexhepi. Banorët e kësaj lagje, për të hyrë në lagjen e tyre, fillimisht duhet të bien në disa grupa e pastaj të kalojnë në lagje. Po besoj që edhe kamermani këtu po i merr pomjet, e cila po has për në vështirësi realisht për qytetarët e kësaj lagje. Emisioni 05 dëshiron që të ketë një prononcim nga zyrtarët komunal se pse kaq pak metra kanë mbetur të pa asfaltuara. Janë dikun 3 ose 4 metra që janë të pa asfaltuara. Ta shohim se cila do jetë përgjigjja nga zyrtarët komunal. Emisioni 05 nga banorët e kësaj lagje mëson se këto grupa, realisht kjo pak metra janë të pa asfaltuara tash e 2 vite. Drejtori, faleminderit shumë që i hapur çdo herë për emisionin 05. Faleminderit për juve. Këtë javë kemi hasur në rrugën Arsim Rexhepi. Na trego, e din si është gjendja te personalisht në rrugë? Po, është kjo që ne di se funksionet vetë kam vizituar. Ne do të kemi filluar me mbajtjen e rregullimit e rrugëve. Tash kemi kryer në rrugën e Mohovës, kemi do të vazhdojmë në rrugën një prej rrugëve që është jashtëzakonisht kogje problematike. Do të vazhdojmë në rrugën Ahmet Haxhiku dhe rrugën e Reçokut, do të përfundojmë të ajo rrugë që të cilën po e cej këtij. Besoj që më këtij muaji do të përfundoj edhe rrugë. Aty është në bani ndërhyrjen e kanalizimit të Ojsas, për të arsye është ndërpreja 5 metrash e rrugës, mirë po thashë që mana këtij muaji do të përfundoj shumë shpejt ajo do të bëhet e qarkullueshme për gjithë qytetarët. Në rregull, faleminderit shumë. Shpresoj që do takojmë së bashku në teren. Teren kemi po ma 0 ditë me gjitha grupat e përfunduar në Ferisaj.